Në pjesën e parë, kur kam folur në lidhje me rukun, periudhën e dytë të qëndrimit në salat, ju vetë e patë me disa demonstrime se sa keq ju mësojnë kur rukun e lidhin me namaze ose namizi. Aty unë e dhash si cop informacioni, në fund vetëm kuptimin në shqip të fjalës hamide dhe elhamdu nga rënja e fjalës ha mim dal. Të thirrja kur ngritemi nga rukuja dhe drejtojmë trupin në vertikale, se ku duhet të përqëndrohemi në salat kur themi Semia Allahu liman hamide dhe Rabbena walakal hamd. Kjo që ua përkthejnë Semia Allahu liman hamide, Allahu e dëgjon atë që falenderon, është gabim, është blasfemi, është në kundërshtim të plot me konceptin e Kuranit dhe me emrat e bukur Asmaul Husna të pronësisë së Ilahit, siç janë Semiun Alim, Semiun ad-dua, Semiun Basir, Semiun Qarib. Ilahi të dëgjon ty edhe kur nuk je në programimin e fesë së hoxhallarëve, namaze ose namizi. Ilahu është me të gjithë shpirtrat e njerëzve në tokë. Kur të vi koha dhe shpirti juaj të arrijë në fytyn tuaj, e ju atëherë do të shikoni përrrethi dhe ne jemi më afër të shpirti juaj, por ju nuk e shihni. Wa huwa Allahu fi samawati wa fil ard. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ai është Zoti vetëm në qiell dhe tokë, ai i di sekretet tuaja të pathona dhe deklaratat tuaja të thëna dhe ai di gjithçka që fitoni. I tërë Kurani është i këtij koncepti. Prandaj, të japish kuptimin e Semia Allahu liman hamide, Allah e dëgjon atë që falenderon, është gabim, blasfemi. Në fakt, ky kuptim përjashton pranishmërinë e dritës së Ilahit në qiell, tokë dhe në zemrën e njerëzit. Allahu nuru samawati wal ard. Hoxhallarët, duke e krijuar iluzionin se janë pronar të fesë islame, duke keq përdorur pozitën e tyre në shoqëri, duke shfrytzuar padijen e të tjerëve, kanë përjashtuar pranishmërinë e dritës së Ilahit në zemrën e njerëzit. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Dritë mbi dritë. Ilahi udhëzon me dritën e tij këdo. Hoxhallarët e juaj marrin erë, nuk marrin frymë. Ata me errësirat e sekteve të tyre ja kanë kthyer shpinën Kuranit për ta imponuar vetveten si hisetar në pronën e Zotit. Ata thirrën ulema dietar të vdekur e jo në Zot. Ata dietarët i kanë referenca besimin në sigurinë e aktiviteteve të tyre për ta imponuar teokracinë në shoqërinë shqiptare. Ata me zhurmën e errësirat sekteve se po falen namazet që të dallohen me namzi nga të tjerët në shqiptari, kanë rënë në kurthën e shejtanit, pasardhësve të iblisit. Dhe si gjahil të pakorrigjuar cenojnë krijimin, sigurinë dhe lirinë e shqiptarëve të garantuar nga Zoti i qiellve dhe i tokës. Prandaj, është dashur me prit vitin 2021, që unë, me ndihmën e Zotit, ta jap informacionin shqiptarëve se me la kapakun e kokës para qëndrimit në salat, në kohë të caktuara, lidhet me depërtimin e dritës së Ilahit nga kapaku i kokës në zemër. Që deri sot e keni ditë se është vetëm një nga 4 farzet e abdestit dhe nuk keni guxuar me bë pyetje të hoxhallarët pse e lagin kapakun e kokës dhe jo gjunjët. Këtë
që e them është në Kur'an. Nuk është nga mendja ime, nuk shesun brot shkulla, asë nuk i lodhi ka thonë kë, ka thonë aj, por nuk do t'i sjellë ajetet në këtë dokumentar. Për shkak se disa kanë filluar përmes kopimit të më marrin erë ndërmjet këmbëve. Dhe për shkak se dua që hoxhallarët e sekteve të Fesë Bagdadit të sfidohen, të nën presion me pyetjet e juaja, aty ku shkatroni nervin e tradhtisë dhe i bëni nervoz, që ta kemi më lehtë pastaj zhveshjen e tyre lakuriç, por ta kuptuar se janë agent të shërbimeve të huaja anti-shqiptare. Dërsa ju disa, në qoftë se praktikoni, me përqëndrim teknikën e Kuranit për ruku, do të filloni të shihni rezultatet pozitive çdo ditë.